Është ndoshta I vetmi vend ose takim që nuk kam nevojë më prezantu se jam lagje teme. Kam kalu të lagja jeme edhe kam pa që kanë met shumë pak djem, po shumë pak djem që kena kanë mas dhe viteve 90. Edhe normalisht I bën njerëz zakonisht shumë keq. Një situatë duhet më ndryshu. Ju shihni që rinia po ik. Ka ik, ashtu ik, jena tu eksportu vetëm rini. Jena tu eksportu vetëm djemtri edhe vajza të reja. Me një matë maj, ne duhet me hall votën edhe duhet me ndryshu këtë situatë. Jo vetëm për me bë politik, por realisht duhet për më ndryshu në mënyrë që mi kthy dinjitetin të fillu prej lagjes tonë, të me fillu prej Shkodrës, prej tonë Shqipënisë. Edhe prandaj unë në mënyrë shumë për ulën kërkoj jo për ju se për ju e di që e kena votën, por për kërkoj prej secilit, sidomos atë pjesën e Magjan të Kunën, ose atë pjesën që thonë po përtoj me shku me votu, mi marr edhe mi çute kutnia votimit. E kena domosdoshme, kanë met edhe vetëm 4 ditë. Na duhet se s'bën. Na duhet për mi kthy dinjitetin Shkodrës. Realisht Shkodra ka shku te pika që ata po mundohen mi për ul. Dinjiteti Shkodrës rikthehet vetëm me këtë ekip. Unë kam bindjen absolute se edhe kësaj here rajoni 2 Shkodra Mar do të jetë në anën e duhur të historisë.